ai do të tregoj botës, bën propagandë, edhe lindjes mesme që shiko, goditja që më është bërë mua është e kot, se unë gjithmonë këtë synim. Unë po vazhdoj domethënë. Jo, po unë gjithmonë këtë synim kam pas, e kam pas paqësor. Pra insiston, pa e kupton që këtë s'mund ta bëj. Por komuniteti ndërkombëtar, sigurisht, dhe OKB-ja në këtë rast, po edhe amerikanët janë të vendosur. Ai Trumpi ka thënë dikur, nuk e di, ka 2-3 javë, ne godasim prap, po tjetë puna, po atje janë shkatruar gjërat. Le të thonë që s'është godit pak. Atje është marrë ndoshta vetëm ai uji i rënd si quhet. Aty, por me atë s'mund të bësh asgjë, po s'patet mjetet e tjera. Po unë mendoj që është lojë diplomatike për treguar që shiko, derisa ne vazhdojmë ta kërkojmë të program për edhe më parë, ka qenë civil dhe kemi si jemi në vimësi të qendrave tona. Nuk është kaq e thjeshtë ajo, sepse bota perëndimore apo shtetet NATO e tjera, Amerika, e kuptojnë që ai program bërthamor i kombinuar me mbështetjen financiare dhe tjera që bënte terrorizm në Yemen, Hezbollahut dhe Hamasit, sigurisht prodhon diçka tjetër, synimin për armët, për krimin e armëve bërthamore, nuk mund thuhet që është civile. Dhe kjo që po themi ne diskutojmë mbas atyre që lexojmë, që shikojmë informacione, por ka dhe shërbime inteligjente, ka informacione të tjera që të vërtetojnë që ai ka pas madje prandaj godit se ishte shumë pranë krimit të armës bërthamore. Pasurimi i uraniumit kishte arritur. Kështu që sanksionet janë për treguar që ne nuk lejojmë asnjë lloj rikthimi të atij programi, ju mund bëni sikur e keni përpaq, por ne zbesojmë dhe asnjë lloj lëvizje nuk do të bëhet. Qëndrimi i fortë, por nuk shikoj që Irani të ketë fuqi. Është i rrezikuar Izraeli nga Irani në këto momente që jo, për mua fare. Pra është mbyllur ai kapitull, po themi. Për mua po. Gjithçka mund ndodhi, unë nuk e di. Unë mendoj që jo. Nuk ka më fuqi të Iranit bëj këtë gjë. Them, fuqi ka, por natyrisht nuk besoj që të bëj një aventurë të tillë, se është e kotë. Ndërkohë që nuk ngrihet fare problemi, po themi i ndrimit të regjimit. Paktën ky është problem tjetër. Qofse hapim këtë kapitull, për mua regjimi që është tani ajatollave, po themi, regjimi fetar, një autoritarizëm fetar i dalluar e tjere, unë mendoj që është në ditë vështira. Ka një opozit organizuar me qendrën Paris, të udhëhequr nga Miriam Rajavi atje. Ka shumë kundërshti brenda vendit për shumë probleme. Problemet janë uji, energjia e tjera, por ka probleme të tjera. Kishte një krizë uji në fakt. Ka probleme shumë të mëdha gjatë verës. Edhe këto mund shërbejnë si katalizator për protesta, por natyrisht ka dhe shumë vërejtje të tjera për policinë morale, për frenimin, kufizimin e lirisë e tjera, por ka dhe grupe, me sa di unë, grupe të organizuar ilegale, të cilët presin një moment caktuar, nuk e di. Se si ato e kanë ashpërsuar, ajo garda kuqe të një kontrollon gjithçka, pavarësisht se ka pushtet civil, po është ajo, domethënë ka dorën gjithandej. Edhe presidenti që i sapo zgjedhë sa u bën në vitet sa, pretendoi si moderuar e tjerë, nuk ka çfarë të bëj fare, është i rrethuar nga ata titullarët e gardës dhe pothuajse s'mund të lëvizë asgjë ndryshe. Por ndërkohë kjo nuk e bën regjimin më të fortë, se sa herë që ashpërsohen masat për të mbrojtur një regjim i cili s'ka baza, më ka shumë probleme. Në një vend gjithmonë është çështje kohe që do ndryshojë diçka. Atë do ndryshojë. Se si do ndryshojë nuk mund ta themi, por opozita iraniane, demokrati që kërkon kushtetutë të re, heqjen e fesë, Republikë Demokratike të Iranit, ka mbështetje të jashtëzakonshme nga parlamentarët e Europës dhe të Amerikës, vazhdimisht. Qartë. Të shohim se si do shfalosen gjërat. Situata është më optimiste se para luftës 12 ditore, siç u quhet lufta, sepse morën goditje të mëdha këta si regjim, edhe si po themi si çfaqje propagandistike, po edhe realisht nga pikpamja ushtarake. Qartë.
Dua të flasim pak tani dy çështje të shkurtra në lidhje me Kosovën, sepse duket sikur situata aty paraqitet problematike në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është problematike. Kryeministri Albin Kurti ka deklaruar vetëm dje se në vijim të qëndrimeve vetveta, po themi, pas ndërprerjes së dialogut strategjik me Washingtonin, se nuk do të sakrifikojë sundimin e ligjit në veri dhe se tërheqja e Serbisë nga Rusia nuk është puna e tij. Duket deklaratë fortë për Karçillëk, kur thuhet në zhargon popullor. Është deklaratë fortë, por nuk them që e bën për Karçillëk. Domethënë deri ku shkon kjo i vlerëson shumë këto qëndrimet amerikane etj. Në mbështetje në mbrojtje, në armatime. Ai vazhdon me idenë që veprimet që kanë bërë në veri i quaj veprimet drejta në përputhje me kushtetutën time etj. Dhe natyrisht amerikanët dëgjojnë. Unë nuk besoj se amerikanët nisë vetëm nga ideja që ky po na kundërshton. Po na është kundërshtetësh. Ai mbështetet në kushtetutë. Në një farë mënyrë Albini ka drejt. Por sa e drejtë është kjo, në fakt është drejtë tjetra që pavarësisht se i dim cili është parimi etj. Por shpeshherë për të arritur një qëllim të caktuar dhe për ta mbrojtur parimin, bën dhe lëshime kohore apo uljen tavolinë për disa gjëra që tërheqje taktike, po themi. Po pra, gjëra të tilla, kështu që në këtë pikpamje Albini duhet të bëjë diçka. Dhe nuk duhet të jetë kaq refraktar, të thotë shkurt që ato që kanë bërë veri janë kaq. Po mirë, dakord, po jemi gati të ulemi si tjerë, të bëjmë. Po jemi në kushtet kur po fillon dialogu si caku themelor ajo. Po fillon dialogu me Serbinë, pra dialogu. Mirë, pra, ndërkohë që është ndërprerë dialogu strategjik me amerikanët, që s'është normal. Jo, po them që ndërkohë që është ndërprerë me Kosovën, dialogu strategjik i amerikanëve ka nisur me Serbinë, është takuar Marko Rubio me Marko Gjurić, Marko Rubio me presidentin Vučić, pra duket sikur paralelisht me largimin nga Kosova ka një afrim me Serbinë. Nuk mund quhet afrim me Serbinë. Tani dy palët që duhet zgjidhin problemin janë rusët dhe këto serbët dhe kosovarët, pra shqiptarët e Kosovës. Dhe natyrisht amerikanët si ndërmjetës, si aktorë me shumë influencë të madhe, sigurisht do bisedojnë me palët. Dhe ndërkohë do bisedojnë me serbët. Ndoshta me serbët do bisedojnë edhe për pikpamjet që tashmë i ka shprehu Albini në mënyrë të fortë. Unë zë ta quaj këshillik, po edhe ashtu këshillik mund ta quaj, sepse nuk mund të mendojnë që të bëjë Albin Kurti këshillik amerikanëve, po mund të thush qëndrimi fort, qëndrimi përputhje me kushtetutën. Dhe sigurisht që flasin edhe për këtë dhe nuk mund të themi që po afrohen me ata po ndo, por situata është e tillë dhe unë shpresoj të kapërcehet. Mendoj që për këtë situatë ndoshta edhe takimet që ka pas Vjosa Osmani atje, presidenti. Mund të kenë lehtësuar. Sigurisht. Ajo nuk do të sigurisht do të ketë parasysh që të ndihmojë ta zbusit e klimën. Shikojnë çfarë lloji zhvillimesh do të ketë. Por nuk e quaj si diçka që është, po themi, që e ka zhytur Kosovën dhe e ka bërë të parikuperueshme. Lërja e armatimeve vazhdon. Po, sigurisht. Forcat e KFOR-it? Po, kanë vajtë dhe forcat turke dje, kur dhe më parë dje. Tani, ka dhe po të fusim në arsyetim dhe disa element tjerë. Në datë 12 tetor kanë zgjedhje lokale. Këto dhe janë shumë interesante. Jo në kuptimin se bëhen zgjedhje lokale e ripërtrirjet pushtetit vendor, por për të parë si është ekuilibri i forcave. Dhe për mua jam shumë kurioz, ja do të ta them, për mua jam shumë kurioz si do të dali partia vetëvendosja. Nuk besoj që do të ketë po atë përqindje që ka pas zgjedhje dhe përgjithshme. Them unë jam gabim, do të jetë më pak, sepse populli shqiptar i Kosovës është shumë i ndjeshëm për marrëdhëniet me amerikanët dhe ndoshta ato me votën e tyre do të tregojnë partisë vetëvendosje, dakord, ke shumë drejt, po duhet mbajtur disa ekuilibër. Duhet ca gjëra, domethënë, nuk bëhen më një herë, bëhet me pak kohë, bëhet duke respektu dhe aleatin strategjik dhe duke respektu kërkesat e tij. Të shohim, për këtë jam kurios, e thash idenë ndoshta të marrim më pak, sa më pak nuk e di. Po që se situata, mozaiku politik i forcat politike do të ndryshojë shumë, jo në kuptimin që bie vetëm vendosur, por përgjithësi shumë, mund të ketë arsye për zgjedhjet parakohshme. Po këto varen dhe nga raportet, nga dialogu që mendohet rikuperohet, sipas me, them me dëshirë, midis Amerikës dhe qeverisë Kurti. Zgjedhjet, rezultati i zgjedhjeve dhe këto marrëdhënie mundet që të çojnë zgjedhjet parakohshme. Të shojë.
Qartë. E fundit, që është vazhdim në fakti kësaj, për të cilën po flasim, ndërkohë që kemi të gjithë këtë sken dhe këtë dinamik politike në Kosovë, futet Befas Edi Rama në intervistën e 2 ditëve më parë në një televizion në Kosovë, ku duket se kërkon të luajë në fakt kundër peshën e vendimeve të Kurtit. Ai thotë, së pari thotë se ai takon gjykatës speciale që nuk ka një konsensus politik mes forcave në Kosovë për një rezolut kundër gjykatës speciale në Kuvendin e Kosovës. Nga ana tjetër thotë që Kosova nuk duhet që të ketë vëmendje nga Serbia, por duhet përmbushë rrugtimin e saj dhe detyrimet me partnerët, pra edhe nëse Serbia nuk i përmbush ato. Nuk e di si duket kjo ndërhyrja e kryeministrit tonë. Shka, kryeministri mund të bëjë deklarata të bukura që duket sikur përpiqet ndihmojë Kosovën, por në fakt qëndrimi i praktik 13 vjeçare tregon vetëm shpërfillje të interesave themelore të Kosovës dhe bëll të referohemi idesë së lakuar shumë prej tij apo të artikuluar Ballkanit të hapur dhe tregon që ai nuk e di pse i bën këto, i bën për treguar po luan rolin e tij rajonal etj, por me Kosovën ka shumë borxhe. Edhe ato borxhe 13 vjeçare nuk mbyllemi deklaratë që shikoni rrugën tuaj dhe për të tregu indirekt dhe amerikanëve ja unë po përpiqem që Kurtin ta fos në rrugë që të pasigurisht kjo është, por nuk unë mendoj që kryeministri Ynës e Yni është tani i mirë i keq s'ka rëndësi, i ka prish marrëdhëniet shumë më keq me amerikanët dhe nuk i takon këtij që është i zhytur. A mendojnë që është vërtet që shumë mendoj që mendoj. Departamenti i shtetit e keni lexuar raporti fundit skandalos, janë bëma të kësaj qeverie, këtij kryeministri, nuk mund të kaloj. Pra ky që ka prishur marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e duket qartë as fare. Edhe fakti që shkojat janë në OKB këtë radhë, që ai s'le radhë pa bë fotografie me u duk kështu propagandë. Pra një person që është në marrëdhënie të tilla nuk mundet të japi mend edhe me aludime një person tjetër që ka probleme amerikan, po as pak në këtë shkallë që ka çështje më shumë po themi diplomatike se sa parimore lidhur me pastrimin e parave, trafikimin e lëndëve narkotike, lidhe me grupet kriminale që janë shumë serioze për një shtet. Qofse i shtet merret me këto aktivitete dhe ky kryeminist është amerikan ka përsërit vazhdimisht që është i përkushtuar për të luftuar terrorizmin, narkoterrorizmin, kudo që vinë dhe për bërje të paqes me forcë për drejtësi e për gjitha. Kështu që ky tani jep këshilla këtij, nuk i quaj hipokrite dhe i quaj diçka që vjen në kontradiktim të hapur me gjithë qëndrimin që ka Kosova. Përsërisë ai ka shumë borxhe ndaj Kosovës për bashkëpunimin me Kosovës dhe po them vetëm një gjë tani, pa u futur tek kjo shumë. Përse ai nuk e angazhon Ministrinë e Jashtme shqiptare, përfshirë dhe veten e për të lobuar për njohjet e Kosovës? Në fakt ne pam një gjë tjetër në OKB. Se bën këtë gjë. Ne pam një gjë tjetër në OKB, ne pam që Ministria jonë e Jashtme së bashku me Presidentin e Republikës u ulën me Richard Grenellin. Po mirë, po pastaj. Për ça? Unë ma thuj në fakt se po të ashtu. Jo, mos ndërpres. Në lidhje me situatën patjetër edhe të Kosovës. Po për këtë që diskutuame, për këtë diskutuame. Situata duhet nuk është mirë e tjerë, do të Grenelli është përfaqësues special tani për çështje. Pra kjo është, domethënë ideja se si të rregullohet marrëdhënia e Kosovës me Shtetet e Bashkuara, e cila ka një dialog ndërprerë tani. Ka dhe fondet ndërprerë nga të ngrira, po themi nga BE-ja, po shikojmë. Për shembull, një gjë që Kurti, kushdo që thotë nuk mund ta kapërcej, është çështja e asociacionit komunar serbe. Edhe unë po t'isha në vend tit njëjtën gjë do bëja. Ju mund thonë shikoj se mund vi aleati prap strategjik amerikan do i thosha e ke gabim këtë gjë. Thjesht, aleati duhet thënë, atij që e ke mik duhet thënë gjërat. Nuk ka pse të mbuloj, me i thotë unë po e bëj, së mbyllur. Ka gjëra. Do të lëshoj diku tjetër, po për këtë. Kështu që në të mbledhje këto gjëra janë diskutuar, nuk di gjëra konkrete, s'ka dalë në komunikat, siç e di deri tani s'ka dalë. Kanë biseduar, kanë ndarë shqetësimet, kanë ndarë mënyrat se si mund të bëhet, çka ka drejtë, se unë jam i sigurt që nuk e di Spiropali, po jam i sigurt që presidenti i Kosovës sigurisht edhe ka mbështetur Albinin në disa çështje.
nuk ka qenë atje dhe nuk ka folur atje si një person I cili po përpiqet të rregullojë imazhin e Albin Kurtit pa I dhënë drejtë, sa I ka drejta, sigurisht disa qëndrime I ka drejta. Qartë. Mirë, zoti Starova, unë të falenderoj shumë për ai në studio dhe për bisedën që bëm bashkë. Kënaqësi. Ishim me zotin Arjan Starova, folëm për aktualitetin politik, ngjarjet më të rëndësishme nga bota dhe zhvillimet mjaft të rëndësishme në Kosovë. Një shkëputje e shkurtër, rikthehemi në pjesën e tretë, pjesën sportive. Mirë, ja ku jemi rikthyer edhe në këtë pjesë të tretë këtu në aktualitet, në këndin hapësirën tonë sportive me të përhershmit Andi Xhihani, avokat, trajner UEFA A, gjithashtu. Si gjithmonë, faleminderit për ftesën. Faleminderit që ke ardhur. Revion Mekshi, trajner I ekipit të femrave të Teutës dhe video analist, përshëndetje, edhe urime për fitoren. Faleminderit. E nisët me këmbën e mbar. Mirë, përpara se të shkojmë tek futbolli femrave, do ta nisim me superioren, me ndeshjet më të forta të kësaj fundjave. Andi, po e nis me ty. Po. Çfarë të tregoi, po themi, fundjava në Abisinet Superiore? Atëherë, surpriza më e bukur e kësaj jave, pa diskutim që është fitoria e skuadrës së Bylisit, të Ballçit, me në krye trajneri Miren Ljosa. Një fitore bindëse 3-1 kundër një skuadre me emër shumë të madh, siç është skuadra e Partizanit. Po. Por që këtë fillim sezoni, me thënë të drejtën, po çedon goxha. Skuadra fitoria e Ballçit, siç e thash për mendimin tim, është surpriza e javës pozitive. Po kemi pasur edhe surpriza të tjera, jo? Pa diskutim që po, është rikthimi I Dinamos në fitoren derbi me Tiranën, një derbi tradicional, një derbi I madh. Tirana Dinamo ka nxjerrë gjithmonë ndeshje të bukura dhe rezultate surprizë, por kjo ndeshje, pjesa e parë me thënë të drejtën, ka qenë goxha e vagët, dhe pjesa e dytë është rritur ritmi. Dinamo ka shënuar 2 gola duke 2-0 pjesa e parë, por pjesa e dytë pastaj Tirana është munduar të rikthehet, është munduar të bëj lojën e vet dhe ka arritur të shënojë 1 gol. Duhet theksuar që edhe terreni ka qenë shumë I rënduar nga rreshtet e shiut dhe kjo ka ndikuar goxha në nivelin e kësaj ndeshje. Përpara se të shkojmë tek Elbasani Teuta, doja të pyes pak revion në lidhje me flamurtarin dhe Gnatian, një ndeshje e fortë ka mbështypje në Vlorë, në një stadium të rikonstruktuar, ëh? Po, e vërtet, një stadium modern do të thoja.